çka mund me konsideru një manifestim i cili bëhet me rastin e ditëlindjes së pejgamberit alayhis salam. Po marrmania që ja vlen munal me bodo elaborime, jo se unë kam e thonë diçka tre ndaj asoj që është thonë, po do të mundohem juve më dhon një mekanizëm që qysh me i dit, me i dallu çto mendime dhe qysh me i trajtu ma drejt çto qasje, edhe të hoxhallarëve shpeshherë. Ajo që kisha pas sheh mas pari pe ton hoxhallarëve, që i kisha bë thirrje, gjërat kur ti japun fetva, gjërave kur ti japun përgjigje, do të më mundu maksimalisht me qenë shkencor. Do të më mundu maksimalisht me pas referenca të forta. Sot nuk mjafton me thonë ka thonë një hoxha ose ka thonë ai hoxha. Është më rëndësi sot me tregu hoxha kur ka thonë në çka u argumentu. Edhe sot nuk i shtyna fjalët e dietarëve, ky dietari është më i madh, ky është më i madh. Ajo që shtyhet ose ajo që merret parasysh është mënyra e argumentimit dhe fuqia e argumentit. Edhe sot për shkakun shpesh herë do njerëz ka thonë një hoxhë ka bëu, po s'është më rëndësia e punë. Është rëndësishme roli jon, nuk ka më rëndësi veç me kallëzu cili hoxhë ka ndalu, cili ka leju. Është rëndësishme ai hoxha që e ka leju, çysh është qasja e tij, çysh është argumentimi i tij, edhe ai që e ka ndalu, me çfarë, çysh është qasja, çysh është pikpamja e tij. Edhe betejë nuk ka mes hoxhëve. Betejë është mes fuqisë së argumentit. Edhe na duhet të mësu definitivisht. Ju kisha porosit kur të ngjeni çfarë do të qoftë fetfaje. Do të gjithherë me bë përpjekje, jo me ngu hoxhën si figurë, si emën, po gjithherë munal në qasjen, mënyra argumentimit që ka bë hoxha, qasja e hoxhës. Nuk ka më rëndësi funit qenjet tona, emnat tona, a ka leju filani, a ka ndalu filani. Nuk janë të rëndësishme figurat tona. Është rëndësishme mënyra argumentimit që ne e bëjmë. Është rëndësishme qasja. Domthon, këtu është betejë, nuk është betejë individësh, as nuk është betejë figurash. Është çështje argumentesh, edhe argumentet kur ti paraqesin. I paraqesin formën më edukative. Unë pse peçeli këtë muhabet? Se unë kam përshtypjen që edhe çështja e manifestimit të Mevludit, po flas për këtë manifestimin vjetor që bëhet, shpesh nuk është boll shkencor. Nuk është boll shkencor. Unë do të provoj sot këtë çështje me trajtu, edhe do të provoj me tregu që është çështje diskutabile mes ulemave, edhe na ka hije me respektu njëri tjetrin, secili ka mendimin e vet, secili ka argumentin e vet, edhe pse do të çdo vjet më shoh më ofendu, pse do të çdo vjet më çu plohën. Ai që ka mendimin për edhe beson argumentet e merr pjesë manifestim. Ai që është kundër edhe beson një argument që është kundër, vazhdon rrugën, pse do të çdo vjet luftë, çdo vjet betejë. Nuk e di deri kur do të më vetdisu njerëz. Na nuk Kurani u mbyll. Hadithet e pejgamberit janë përmbyll. Nuk vjen mo Xhibrili me na pru as ajete as hadithe. Çto janë ajetet, çto janë hadithet. Nuk mundu me çnuk na treja këtu. Çto janë diskutuar, janë stër diskutuar. Edhe janë ardhur qendrimet. Ati që i mushet menja, në këtë qendrim e merr, ati që i mushet, pse po ekziston një lloj arrogancë, një lloj dhune, një lloj ofendimi ndaj mendimit tjetër. Unë do të mundona sot çdo dy qasje. E para, më mundu ma shkencëtarisht me këtyr gjonat. Edhe mos më na interesu fort emnat, më na interesu ai emni që she ka argumentu lejimin ose ndalimin. Edhe e dyta, më na thjesht çdo çështje e cila është diskutabile. Minimumi do të më qenë edukativ në replik. Çdo çështje që është diskutabile, që s'ka konsenzus, që s'janë të pajtimit ulemaja e pranueshëm po flas, në këtë moment do të më qenë shumë edukativ, sepse përderisa është diskutabile, domethënë ka vend për debat, ka vend për muhabet, do të më qenë maksimalisht edukativ. Për ata, pse po tham hoxhallar sot s'po janë shkencor? Sepse ekziston një rregull në fik. Është rregulli i artë në fik, mësohet në shkencën e fikut, thot la inkara fi mukhtalaf fihi. Nuk ki drejt mja mohu dikuj një mendim për cilin ka diskutim. Çdo çështje fesë që ka diskutim, aty s'ki drejt mja mohu. Kur ki drejt mja mohu? Për një çështje që ka konsenzus, edhe në ton të pajtimit që është e keqe. Në këtë rast shkojnë e çortojmë.
Për një çështje që është diskutabile, edhe ka mendim kështu, edhe kështu, në këtë rast mundesh se dush mendim me marr, po nuk ki drejt m'ia mohu ose me ofendu ose me qenë i rrept edhe i dhunshëm ndaj mendimit tjetër. Përndryshe pyetja shtrohet, po pse ka diskutim? Po fakti që ka diskutim nuk është e preje me çështja. Përderisa është e preje me çështja, kush je ti me prej? Unë kjo po më nën shumë. Na po kena qef me prej meselet. Keni kujdes, është çështje shumë e rrezikshme. Nuk prehen lehtë çështjet. Na kena qef për taravi, hoxha me ta prej. Ja 8:20. O burra, nuk është e prejnë meselja. S'u ne preju. Nuk është vendimtare. Na po kena qef hoxha, a bën as bën. Përpjekja me prej çështjet që janë diskutabile nuk është ty shërby ati unitetit muslimanve. Edhe që ta hoxhë, ka njerë që apo të vjen ma keq është që ky hoxha që pe prejnë, e që pja qëtë pike dhe po thët mas saj kërkush mos mund komenton, kur pe këshyrë këto është shumë bëj vogël e këmi a qitë piken, ky veç prejsi do të gjithë me lanë, se nuk është qaq kalibrit madhë, kur Ibn Tejmije, kur Imam Sujuti, kur Imam Albani, kur Shekhu Thejmini, ja qesin presje, ky bosi vjen e qëtë pikë. Nuk ka probleme e pikës, o probleme e kokës këti, që ky, kur e spjegon, fine spjegon me pika, gabim, ti je qaq i vogël që du të gjithë me lo presje, se je shumë i vogël për mja qitë pikën. Edhe unë e menaj, nuk kem në halan, në i hoqë, me kaliber qast madhë, mja qitë pika të sanëv. Na jena qast vogël, so, do të mi spjegu mendimet, mu mundu me i shkëqit mendimet, edhe me lanë gjithë presje, me thonë, me gjithë atë, ka dhe ndryshe, mund spjegohet edhe ma mirë, mund thot edhe ma mirë. Qasja që ju ka ikë, që po na ikë gjithë është, manifestimi për me vludin, mas pari që po na ikë është, që ky manifestim, mas pari pyetja bot, qysh është u bo? Ju lutna, qysh bëhet manifestimi? A është u bo mënyrë shariatike? A është u bo mënyrë legjitime? A ka gjonat, liga, mrena aty? A ka mos ka ne far valzimi aty? Mos ka ne far harami që është ka bo ato të mrena? Mos në quat apo qpuhen e po kësene, po që ka që si sani, dine pe që dashë që ky lloj përkujtimi jenë tonë pajtimi që o haram. Edhe s'ka kësi lloj përkujtimi ndaj pejgamberëve. Mos të diskutojnë a këtë temë. Po jo tash me marrë një qësi shkputje, në zemë mirë, e merë një qësi, e qëtë një gjami dikon, ata ka këcen, e merë e shkput këto dhe thu, për qita është haram, po jo brezotni se këta ka kur e kanë bo, këta tjertë kur e kanë bo manifestimin, e kanë bo shumë njërë të meshme, e kanë organizu një tribun, kanë folë për Muhammedin, jënë rrasë salevate, e kanë qitë pikë. Ky manifestim, me këtë manifestimin janë dy bota ndryshe, edhe është e pa drejt me shtini thes. Për këto të parin, s'ka diskutim. Është qashtë që nuk i përket fes, mas pari lema kujtimit pejgamberit. Mirë po, për këto dytin, kur muslimant ulen në qfar do venit botës, edhe bojnë një tribun, edhe ulen, edhe këndojnë një kaside për pejgamberin al-Islam, edhe një hoqë qot ju kujton njëzve mirësinë e Muhammed al-Islam, i kujton vlerat e Muhammed al-Islam, edhe ata thjesht e kujtojnë dhuntin e ardhjes Muhammedit në këtë botë, prapë edhe për këto kemë diskutim, po me gjithat nuk janë të njëjta, edhe në gjykimin tonë nuk do të mi përzi këto dy botëna. Po menaj që kjo është e para. S'po folëm për këto devijumen, po folëm tash për a lejohet muslimant çdo vit me kujtu ardhin e pejgamberit në këtë botë edhe me bon një manifestim, një organizim. Që ky organizim me qenë i lejuar, me qenë i marr, i mirë, mos me pas gjëra të ndaluara. Për këto të dashur vëllezër ka pas diskutim bukur gjatë, sepse supozohet që kjo praktikë ka filluar diku në shekullit 4 ose shekullit 5. Historisë islame. Pe atëherë, muslimanët në mënyrë sporadike kanë kujtu dhuntin e ardhjes pejgamberit alayhis salam. Ulemaja pe atëherë kanë pas divergjencë. Pse kanë pas divergjencë? Sepse secili ka kthyer pe prizmit vet. Grupi i parë i ulemave janë të mendimit kësaj. Janë të mendimit që për kujtimi i lindjes pejgamberit në mënyrë legjitime nuk ka asnjë të keqe. Edhe pe këtyne imamave janë këta, Imam Sujuti, Imam Ibn al-Jauzi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, As-Sakhawi, janë Muhammad Tahir ibn Ashur,
është Muhammed Susein, Muhammed Makhluf, është Sheikh Qardavi për këtyne trive, edhe ka hoxhëllar që janë ma bashkohor që nuk janë komedisanat më, po me dhjetra. Këta ulema mendojnë që nuk ka problem me boni manifestim e me kujtu në mënyrë vjetore sunetin edhe thjesht figurën e pejgamberit. Argumenti këtyne tash që thash më herët, po na intereson në mënyrë argumentimit. Argumentit e këtyne burrave janë 3. Argumentin parë është koncepti i kujtimit të të mirave të Zotit, që në këtë botë është koncept shariatik. Muslimant, mu që me kujtu, a është ardhja Muhamedit e mirë? Po. Koncepti me kujtu, me përkujtu një të mirë të Zotit, është koncept shariatik, me argument. Dita Ashurës, kur ka shku pejgamberi në Medinë, edhe ka gjetë jahudit ka agjerojnë, ka madhrojnë ditën Ashurës. Me justifikim se në këtë ditë Zoti ka shpëtu Musën, a.s. merret si argument që, do më thonë, pejgamberi hiç pa mendu gjatë, me një herë ka adaptu këtë gjatë dhe ka thonë, jo, na jena ma parsor me kujtu shpëtimin e Musës. Nëse pejgamberi e ka miratu, ja u ka miratu që futve, që ata kujtoj një ditë që ka pështu Hazreti Musa, që ka të keqe, muslimat me kujtu një ditë që ka lindë Muhamedi. Që kjo është analogjia e tyne ulemave. E dyta, Hazreti Muhamedi ka pas zakon me agjëru të ditëve të hane, edhe kur është pyet, ka thonë është dita që kam lind. Edhe një farforme, pejgamberi e ka veçu ditën që ka lind. Edhe kjo është hadithi sahih, e ka agjëru të hane me arsyetimin se kam lind. Edhe kjo ju ka shërby si argument që ai njeri e pas ka veçu ditën e lindjes. Normal, e ka bo me agjërim, na përbojna me një manifestim. E rëndësishme është që lindin ai nuk e ka harru, e ka kujtu ditën që ka lind, sallallahu alaihi wasallam. Edhe e treta është më rëndësishme në kuptu, vllazni. Çështja manifestimit për lindjen e pejgamberit, këta ulema, kjo kategoria e parë, nuk e kanë konsideruar se është çështje kërkput fetare. Për mi thonë që kjo bidat. Kjo kanë thonë, me boni manifestim është çështje kulture, është çështje thirrje, nuk është çështje kërkput fetare, është çështje lirë, është çështje jete, është çështje organizimi fetar. Për shembull, mu më thot dikush, po hoj ti po i bën ligjrata të shtuneve, a kina argument që sahabët i kanë bërë ditëve të shtune? Jo, s'kemi, i kanë bërë tajtave ata. Do më thonë nuk ka në organizim të jetës fetare bidate, se bidatet janë në adhurim, bidatet janë në çështje të feje, jo në çështje të organizimit. Ata ulema e konsiderojnë që muslimant, kur ata bëjnë një tribun në shtëpitë kulturës, edhe kujtojnë, kjo tribun nuk e kanë bërë sahabët, po kjo nuk është në sferën e adhurimit, se nuk është shpikje kjo, nuk ka këtu bidat, bidati është tjetër zonë. Kjo zonë nuk e prek bidati. Domthonë është thjesht e kanë konsideruar që tubimi muslimanëve me kujtu lindjen është kulturë, thjesht është organizim kulturor i nacionalitetit ose i përkatësisë së muslimanëve, edhe dyta është formë thirrjes. Është më rëndësi sot muslimanët në Evropë. Unë mendoj tash, po e tham mendimin tim. Mendoj që ja kish vlej maksimalisht në Evropë me fol për Muhamedit. Jo veç ditëlindjen. Sot mundum, po me shfrytzu ditëlindjen, vile e kum thonë herë këtu. To është e kanë shumë një ditë shnush. To është një muj ditë kanë aktivitet. Domthon thjesht një farë sensibilizimi i masës me Hazreti Muhamedit alayhis salam. Se tash dikush thot po hoj, ju e keni qitë një datë, po se më rëndësi datët be? Po çdo aktiviteti lidhet me datë, me muj lidhet. Çet muj ka lind, hade pe kujtojmë ton muj. Domthon unë mendoj shoqënia jon ka nevojë me ndëgju për Muhamedit alayhis salam. Po dikush na thot ju neve na thot kështu. Po nuk pasohet suneti me një me vlod, as nuk pasohet me një aktivitet. Po edhe na besojmë çashtu. Edhe na thojnë që skrihet Muhamedi. Po kjo është thjesht një pikë ujë shtesë. Po edhe na po thojnë që ti ke marr pjesë në aktivitet për lindjen, edhe je pasuesi sunetit? Jo, edhe na po thojnë që jo. Edhe na po mendojmë që nuk është krejt pasimi i sunetit këtu. Na po thojnë thjesht rast me shfrytzu një rast për me sensibilizuar dhe tutje masën. Citojnë 3 argumentet e ulemave që mendojnë se s'ka të keqe me bëni manifestim për ditëlindjen e pejgamberit. Grupi 2. Grupi 2 është Imam Shatibiu, është Imam Tajuddin, është Imam Sheikh Hoxha Ibn Baz, është Sheikh Uthaymin, është Sheikh Albani, edhe është edhe Ibn Taymije. Në këtë edhe shumë ulema të tjerë me dhjetra që nuk
i kum përmend ata ulemat kryesor. Grupi i dytë i ulemave e kanë konsideruar bidat. E kanë konsideruar risi. Edhe bidati duhet mos më u bë. Argumenti i vetëm i këtyne kategorisë dytë të dietarëve është se masi nuk e ka bo pejgamberi a.s. edhe ekskluzivisht nuk e ka bo shokët e tij mas vdekjes tij, atëherë ku po bëhem na më të mëshëm se ata? Edhe po vim pe bojmë ne me vlut që ti shkon çaq ti masi hoç ti rritë bën e kaq të mirë, ti shkon çka që mirë pse se ka bëu Abu Bekri, pse se ka bëu Omeri, pse nuk ka bëu Uthmani. Kjo është argumentimi i kategorisë dytë të ulemave, të cilët mendojnë se masi nuk e kanë bëu sahabët, s'do të më bë asna. Tu tash i zhvillohet debati. Këtu ka debat mes tyre, unë nuk e marr për debat. Unë e marr atë çka më thon. Më thonë njerëz. Përderisa që ta ulema që i ceka, janë çikash kalibrit të lartë. Edhe këta janë pro dhe kundër. Na takon neve me qenë edukativ, edhe me thonë, ummeti islam ka diskutim për këtë temë, ai që është me mendimin e ulemave të parë, prezanton manifestim, e ai që është me mendimin e dyve, po pse më hap gërmazën? E pse më ofendua, pse më thon më mirë me shit rakije kësi far? Pse më i thon këtu sene? Këto janë tepër xhamat, këto janë fetva ose janë opinione jo të mëshme, jo të vetëdijshme, janë fetva euforike. Çdo vjet husha. Po çka po don burr? Po ku imam Suyuti kur e ka leju, çka po don ti? Po imam Ibn Taymi e ka ndalu. Po mirë dhe ty e ka ndalu, ti e ka leju, a ka mundësi me qenë pak ma gjoks hapun edhe me lanë meselen të tillë. Normal, na këtu tash këto dy argumente diskutohen, edhe ky sahabëve diskutohet. Sepse ajo që kem në të lashe, se dhe të bidati është mesela, unë veç për ingres si qashe, ju mendoni edhe, inshallah, kur të ndëgjojnë aje në i hoqë. A është bidat çdo vepër që se kanë bo sahabët? A është që këtë definicioni bidatit? A është bidat çdo vepër që muslimanët e parë se kanë bo? A është që shtu definicioni bidatit? Normal që nuk ka kështu definicioni bidatit. Ose dhe nëse është njëni prej definicione, ka dhe një 10 tjerë që nuk mendojnë se bidati është kësaj. Bidati në mendimin e shumë ulemave është gjithçka që bjen ndesh, jo që se kanë bë, po bjen ndesh me frymën e sahabëve, me të mendumit e sahabëve, me praktikën e pejgamberit alayhis salam. Domethënë është një farë mesele, po unë thash që marr me dhon fetva. Unë marr me shkoçit çështjen, me kallëzu çita ulema, këta kanë argumentin, ndjekë cilin dush, veç tregova edukativ, edhe mos u mundom ja qit pikën, se ulemaja mëllaj se kanë qit pikën. Edhe çdo përpjekje me ja qit pikën është ti po kallzon që si shkencor, që kjo marrje botës, që kjo unë po çuditna me do teolog, qysh nuk po i vjen marrje me ja qit pikën, kur ai pedin që ka muhabet, ja so ky njeri, ja nuk e di që ka muhabet më të thellë. Ja ka do me mshefat muhabetin se do ka do me kallzu. Jo burr, kallzo krejt çka ka. U diskutu kështu, u thon kështu, u muhabu, këtë muhabeti u bë kështu edhe unë jam me këtë mendim. Po ta dëshir me thjesht me ngrit këtë farçështje, synimi jam nuk është me mbështet një mendim. Normal unë jam me mendimin që nuk ka problem me unë nuk e shtins me vludi për mua është çështje kulturore. Sa është fetare për mua. Mu të bu njerëz me majt një tribun, së çështje adhurimi, nuk është çështje kërkut fetare. Ata kanë mujt më ul me boni një hang të mirë, kur që pas një problem. Nuk ka me vludi fe. Është poezia, për që ta na edhe me popull kemë problem. Populli jonë për llogarit me vludin fe. Me vludi poezia burr, ta herë popova ka shënu. Me gjithë respekt, po nuk ka as nuk ka me gjun fund pusit, po as nuk ka me ngrit me bot shajt, mu çun konvertose është poezi pe shumë miliona poezive që i kanë bosë sahabë për Muhammedin edhe muslimanët e parë, edhe sot asoj dite, çdo poet që ka pak islam nuk e ka lanë pa i shkruar 2 vargje për figurën e Muhammedit alayhis salam. Që ato vargje mirë me respektu, por nuk o mirë me shejtnu.